Thënie nga Seneca. Seneca ishte filozof, dramaturg dhe politikan I mirënjohur romak dhe botëror. Citojmë disa prej thënieve të tij. Koha e lirë pa lexim është vdekja dhe varrosja e njeriut për së gjalli. Më shumë se vdekjes, I druhemi ides së vdekjes. Nëse të pëlqen të jetosh, jeto. Përndryshe, mund të kthehesh nga ke ardhur. Bëhu shërbëtor I diturisë nëse do të jesh vërtet I lirë. Nuk ka idiotësi dhe palomtëri më të madhe se të presësh fatkeqësinë. Është çmenduri të përjetosh të keqen para se kjo të vijë. Kush është mik të do, por kush të do, jo përherë është mik. Prandaj miqësia është përherë kënaqësi, ndërsa dashuria nganjëherë mund të lëndojë. Shpesh herë dëshirojmë një gjë e lutemi për një tjetër, duke mos e pranuar të vërtetën as para Perëndisë. Besnikëria bler nga paraja mund të shkatrohet. Trupi ynë nuk është një shtëpi, është një bujtinë, është vetëm për pak kohë. Kënaqësia e vërtet është diçka serioze. Kush ka vendosur pa dëgjuar të dyja palët, edhe nëse ka marrë vendimin e duhur, nuk është sjell në mënyrën e duhur. Zjarrive në provë arin, fatkeqësia njeriun e fortë. Ligësia pi gjysmën e helmit të vetë. Duhet të ndryshosh vetveten, jo qiellin. Ç'nevojë ka tu paraprihet të këqijave e të ikë jeta para se të vdesësh. Askush nuk mund të mbaj maskën për shumë kohë. E ka kryer krimin kushdo që merr kënaqësi prej tij.